Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Vëllezër e motra, është kënaqësi për mua të jem përsëri në këtë katedrale të bukur dhe sigurisht të shikoj fytyra të njohura edhe aq më tepër më bëhet qefi që shikoj fytyra të reja dhe për më tepër edhe të rinj. Në ungjillin e sotëm, i cili është caktuar të lexohet ato fjalë të Zotit që bëjnë fjalë për gjyqin e fundit. Dhe siç e dëgjuam edhe në Ungjill, Zoti na e paraqet ditën e fundit të gjyqit me ngjyra shumë të gjalla. Ai na thotë që kur të vijë koha, Biri i njeriut do të zbresi me lavdi bashkë me ëngjëjt dhe do të ulet në fronin e tij të lavdisë. Zoti është duke folur për ditën e fundit të kësaj bote të cilën siç e njohim neve. Nuk dua të flas për teoritë ndryshme që njerëzit kanë dëshirë ose grupime të caktuara jashtë kishës, por fatkeqësisht edhe brenda kishës kanë dëshirë dhe merren gjatë me ditën se kur do të jetë kjo ngjarje, gjykimi i fundit, kur do të jetë fundi i botës, e me parashikime edhe me interpretime si të shkrimit të shenjtë, po ashtu edhe të ngjarjeve që njerëzit kalojnë. Ndërsa Zoti e ka bërë shumë të qartë, pak më përpara ai u thot apostujve të tij se ditën e fundit të kësaj bote, kur do të vijë dhe gjykimi, askush nuk mund ta di, as ëngjët në qej, madje ai u thot që as Biri i njeriut, vetëm Ati që është në qiell. Për këtë arsye nuk dua të ndalem në këtë aspekt, se kur do të jetë fundi i botës. Zoti na ka paralajmëruar që ashtu si ata punëtorët e ndershëm duhet të vigjilojmë e duhet të jemi punëtor të rregullt çdo ditë. Jo si ata që e kalojnë kohën duke e shpërdoruar atë me idenë që Zoti do të vonojë për të ardhur. Dhe siç thot vet ai do të vijë në atë orë kur askush nuk e pret. Për këtë arsye, nuk ka kuptim të merremi me parashikime, sesa ka shumë më rëndësi të merremi me atë që Zoti na thot në Ungjillin e sotëm. Na thot Zoti që ai kur të vijë do t'i ndajë njerëzit në dy krah. Janë ata që ai krahason si delet, që janë të mbarë, të urtë, që janë brenda tufës edhe grigjës së Perëndisë. Dhe gjithashtu janë dhe ata të cilët ai krahason me dhitë, që shpeshherë është vështirë ti mbledhësh, është vështirë edhe ti drejtosh. Për këtë arsye, këta janë njerëzit e ligj që Zoti na thot në Ungjill. Në ndryshim me pjesë të tjera që flasin për fundin e botës, për gjyqin e fundit, për ardhjen e mbretërisë së Perëndisë, pjesa e sotme e gjykimit të fundit, kur të gjithë ne, ata që do jenë gjallë në kohën që do vi Zoti, dhe gjithë ato breze që kanë ndërruar jetë, do të ngjallen përpara Zotit, dhe do të ketë vetëm një kriter, siç na thot Zoti në këtë pjesë të Ungjillit. Kriteri do të jetë veprat tona. Sigurisht që kur dëgjojmë këtë Ungjill, edhe kur flasim e interpretojmë këtë pjesë të Ungjillit, dhe kur flasim për veprat e mira që duhet të bëjmë, menjëherë na shkon mendja që ne nuk jemi të shpëtuar nëpërmjet veprave të mira. Dhe madje ky është mesazhi i krishtërimit, në ndryshim nga të gjithë fetë e tjera, sepse, si thot apostulli Pavli, ne ishim robë të mëkatit, edhe të ligjit. Askush nuk mund të dilte i drejtë përpara Perëndisë, sado punë të mira të përpiqet të bënte gjithë jetën e tij. Ai thot madje në një kuptim tjetër, por që ka lidhje, nëse do bënim shumë gjëra, do të jepnim gjithë pasurinë tonë, e do të bënim vepra bamirësie, ndoshta edhe trupin ton ta hidhim në flak, nuk do të na vlente, thot.
Edhe sikur të thoshim gjëra të mëdha të bukura e ku di unë, as këto nuk do të na vlenin. Në fund fare ai thot, të gjitha këto nuk do vlejnë në qoftë se nuk ka dashurinë. Sigurisht që Zoti ishte ai që na shpëtoi nga mëkati. Askush tjetër nuk mund ta bënte dot këtë gjë. Vetëm ai mund të mundte vdekjen, mund të mundte djallin, edhe mëkatin që kishte pushtet mbi ne, edhe që i ligu e kishte shumë kollaj të na tundonte e të na zotëronte. Ishte fuqia e tij si njeri dhe perëndi që na shpëtoi nga vargojnë e vdekjes. Për këtë arsye nuk ka shpëtimtar tjetër, ai është vetëm Zoti Krisht. Por Ungjilli i sotëm na thotë që pavarësisht të kësaj fitore të Krishtit, edhe kësaj dhurate që ai na jep neve, e megjithatë Zoti do të ketë një gjyq në fund për secilin nga ne. Dhe Zoti na e bën të thjesht për ta kuptuar se kush është gjyqi. Në fund fare është gjyqi i dashurisë. Dhe ai e thot shumë thjesht, ata që më kanë dashur, thot, ata që janë kujdesur për mua, ata që erdhën më vizituan, edhe kur isha i sëmur, edhe kur isha në burg, edhe kur isha i zhveshur, edhe kur isha jashtë, i uritur, edhe i etur. Duke krahasuar veten e tij me çdo njeri i cili është në këto rrethana. Kushdo që është në nevojë, për neve ai është Zoti Krisht. Kjo është ndoshta e lehtë për t'u thënë, por e dim që sa e vështirë është. Shpeshherë dhe njerëzit e familjes mund të bëhen të vështirë për ne. E jo më tepër kur bëhet fjalë për njerëzit e tjerë duke u larguar nga i rrethi i afërm. Shpeshherë i afërmi ynë mund të bëhet therri ynë. E megjithatë Zoti na ka vendosur këtë kriter. Jo kriteri për të shkuar në parajs, por kriteri për të kuptuar nëse me të vërtet besimi ynë është i gjallë ose jo. Në qoftë se besimin ton kërkojmë ta shikojmë sa i vërtet është ai, sa i zjarrt është ai, nëse kam apo jo besim tek Zoti. Zoti na e bën shumë të thjesht për ta testuar besimin ton. Ai na thot, ligji mbetet ligji i dashurisë. Për këtë arsye, etrit e kishës na thon që rruga në parajs kalon nga i afërmi ynë. Do thot në qoftë se unë e urrej të afërmin tim, siç thot Zoti në lutjen aty ynë, në qoftë se ne nuk u falim mëkatet të tjerëve, edhe Zoti nuk do të na i fali neve. Sa do të mendojmë ne që jemi besimtar, sa do të përpiqemi të bëjmë gjërat e një besimtari, edhe ritet e besimtarit, në qoftë se brenda veprimeve tona nuk ka dashuri, nuk ka përdëllim, nuk ka ndjes, nuk ka përullësi, atëherë vëllezër e motra, duhet jemi të sinqert me veten tonë. Besimi ynë mund të jetë i vakët, ndoshta edhe aq i pakët, sa që nuk na shpëton dot. Arsyeja që Zoti kërkon nga ne të ndihmojmë të tjerët nuk është vetëm sepse kanë nevojë të tjerët të ndihmohen. Edhe sikur të jemi në rrethana kur askush mos ketë nevojë, qoftë edhe për bukë, qoftë edhe për ujë, qoftë edhe për veshje, e ku di unë, mund të ketë edhe shëndet. E megjithatë, Zoti na kërkon përsëri ta duam të afërmin ton. Ta duam është një gjë e madhe. Nuk është e lehtë. Kërkon në vetvete sakrificë. Sakrificë për të mundur egoizmin ton. Individualizmin ton që vazhdimisht mendojmë vetëm për veten ton, për rrethanat tona, për mos u prekur asgjë e jona. Asnjëherë nuk duam ta ekspozojmë veten ton të ndihemi disi të pambrojtur, disi të ekspozuar, ndoshta edhe të gjykuar nga të tjerët.
Kështu që për të ruajtur, shpeshherë mundohemi të shmangim të tjerët, mundohemi të mos angazhohemi me të tjerët. Ungjilli i sotëm na ndihmon të gjithëve neve, vëllezër e motra, në kohën që afrohemi në këtë periudhë të kreshmës së madhe, duke filluar nga nesër ne ndërpresim mishin dhe javën tjetër do të ndërpresim edhe ushqimet bulmetrat, edhe ushqimet shtazore. E gjithë kjo përpjekje bëhet jo sepse për të shpëtuar, nuk do na shpëtoj kreshma. Ato do na bëjnë neve që të stërvitemi me trupin ton, me pasionet tona, me vullnetin ton të dobët. Në qoftë se ne nuk e sfidojmë veten ton për ditë nga pak, derisa të forcohemi shpirtërisht, atëherë sigurisht do të shtojmë edhe në ato që janë më të mëdhaja. Dhe ndoshta në fund fare mund të dëgjojmë edhe fjalët e ashpra të Zotit. Largohuni prej meje, se kurrë nuk ju kam njohur, ju thot Zoti në një rast, kur shpjegon se kush janë besimtarët e vërtet. Jo ata që përmendin emrin e Tij dhe mburren me emrin e Tij, por janë pikërisht ata që i ngjajnë Atit. Ati është përdallues, Ati fal, Ati është dashuri. Sado që ne e shikojmë Zotin si Zotin e gjykimit, Zotin e drejtësisë, në thelb ai është Zoti i dashurisë. Për këtë arsye edhe parabolia që kishim javën e kaluar, që kisha na ka vënë përpara për të marrë kurajo, është më tepër për të treguar jo ai shumë djalin plankprishës, ku secili prej nesh mund ta gjejë veten e tij, por është më tepër për të na treguar figurën e Atit qiellor. Atit qiellor, të cilin kemi nevojë ta shikojmë për herë, të dashur me krah hapur. Ati vazhdimisht pret. Pa ai është Ati i dashurisë. E vetja mënyrë për të ndier dashurinë e Atit është vetëm nëse edhe ne bëhemi vegla dashurie. Atëherë ne bëhemi pjesëmarrës në dashurinë qiellore. Për këtë arsye Zoti Krisht ka dhënë urdhërimin: duajeni njëri tjetrin. Dhe nga ky urdhërim do t'ju njohin që jeni nxënësit e mi. Vëllezër e motra, ky është mesazhi i sotëm që doja secili nga ne të fokusohet. Gjyqi i fundit do të vijë. Ajo që është e rëndësishme është ne të bëhemi gati. Çdo ditë, çdo orë, çdo moment, çdo kontakt që kemi me njerëzit është një mundësi për të bërë veprat e Perëndisë. Është një mundësi për të marrë pjesë në dashurinë e Perëndisë. Për këtë arsye le të përpiqemi sa herë që na jepet kjo mundësi e fillimit të një kreshme, e një ripërtëritje shpirtërore, të përtëritemi edhe ne në kurajo, në pendim, edhe në guxim për të dashur njerëzit. Vetëm atëherë do të mund ta përjetojmë edhe ne dashurinë hyjnore. Amin.